Hetimi pasuror i SPAK ka zbuluar 2 apartamente në Tiranë që dyshohet se i përkasin trafikantit të drogës Flori Pali, por që ishin regjistruar në emër të kompanisë Pajtoni SHPK në pronësi të biznesmenit Armando Pajtoni. Sipas gjykatës, kompania shërbente si mbulesë për pronësinë reale të Palit, ndërsa 2 apartamentet dhe një automjet tip Mercedes-Benz, prodhimi vitit të 2012, rezultojnë të përdorura dhe kontrolluar nga vëllezrit Pali përmes personave të tretë. Apartamenti i parë ka sipërfaqe 93 metra katror dhe apartamenti i dytë 69.7 metra katror, të dy në zonën e kopshtit zoologjik në Tiranë. Sipas dokumenteve të SPAK dhe vendimit të GKKO, këto pasuri konsiderohen në zotrim të tërthort të Palit, edhe pse juridikisht regjistrohen në emër të Pajtoni SHPK. Automjeti Mercedes-Benz ishte regjistruar në emër të Flavian Lazrit, por përdorej nga vëllezrit Pali. Sipas Skyweb, Flori Pali ka ankimuar vendimin e GKKO në apelin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke pretenduar se pasuritë janë në pronësi të personave të tjerë. Sipas Skyweb Pital, seanca në apelin e GKKO për këtë çështje është caktuar të zhvillohet më 19 mars në orën 09, ku do të shqyrtohet ankimi dhe do të vendoset mbi konfiskimin e pasurive.